Për punëve të mira në këtë 10 ditësh është duaja, edhe mes tyre veçojmë duan ditën e Arafatit. Dita e Arafatit është dita në të cilën haxhinët bashkohen dhe unifikohen në Arafat, ku i përgjigjerojnë Allahut subhanahu wa taala me dua, me dhikr, deri në perëndimin e diellit. Por dhe ne që nuk kemi haxhin, njëkohësisht e agjërojmë këtë ditë dhe po kështu shtojmë dhikrin ton dhe duan ton te Allahu subhanahu wa ta'ala. Të profeti sallallahu alaihi wasallam, duaja më e mirë është duaja ditës së Arafatit. Dhe gjë më e mirë që kam thënë unë dhe profetët përpara meje, thot ai alaihi salatu wassalam, është la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Nuk ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut, i vetëm dhe pa shok. Lahul mulku wa lahul hamd, për të është sundimi dhe falënderimi. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, dhe ai është i aftë, i fuqishëm për çdo gjë. Pra kjo është dhikri apo duaja më e mirë, thot ai sallallahu alaihi wasallam. Ndaj duhet shprezuar me dua dita Arafatit, dita në të cilën Allahu i lartësuar i mburret me lajkeve për besimtarët e tij. Është dita e faljes, dita e suksesit, dita e triumfit, dita e shpëtimit. Ndaj dhe duhet shprezuar sa më shumë me dhikr, me dua, me përmendjen e Allahut te baraka ve teala deri në perëndimin e diellit atë ditë.